bërë analizat, si do ulen kostot e prodhimit, se ankohen me drejt për kostot e prodhimit, për kostot e prodhimit ulen, se në qoftë se një, po them në mënyrë brutale, një traktor, një autokombajn, një zetor, duhet ta kesh vet, duhet ta ushqesh vet, e duhet ta mirëmbash vet, është ndryshe po ta kesh me 5 të tjerë, me 10, me 15, me 20, me 30 dhe ta ushqeni bashkarisht edhe ta mirëmbani bashkarisht. Edhe ndërkohë zetori nuk rrikot, po bën gjithë ditën për gjithë. Dhe kështu ulen kostot. Këto gjëra unë i kam mësu nga ustaj. Dhe jo nga ustaj si ata të shkollës që bëjnë teori dhe s'kan shku njëherë në teren, po nga ustaj i terenit Dimokotja që është këtu. Pastaj i kam parë dhe në praktik gjithë këto vite dhe po ju them që Shqipëria i ka të dyja.